Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Arbana Osmani rikthehet me një program të ri, ja kujt i dedikohet. Arbana Osmani ka ndarë më në fund lajmin që fansat e saj e prisnin prej kohësh. Nisjen e programit të saj më të ri televiziv, një projekt të cilin ajo i quan shumë të dashur për zemrën. Emisioni titullohet Mirëmbrëma Yje Kids dhe sipas Arbanës nuk është thjesht një format argëtues, por një hapësirë e vogël, intime dhe ngrohtë ku fëmijët janë në qendër me ëndrat, mendimet dhe bot kuptimin e tyre plot sinqeritet. Moderatoria tregon se gjatë xhirimeve ka mësuar pafund nga të vegjëlit, ndërsa përgjigjet e tyre e kanë bërë të reflektojë më shumë për jetën dhe vendimet e përditshme. Ajo pranon se ka bërë edhe shaka të vogla dhe rrengje të pafajshme, duke u përpjekur që fëmijët të ndiheshin mirë dhe të mos mërziteshin asnjë çast. Arbana ka falendëruar gjithashtu partnerët që i besuan projektit, duke u shprehur mirënjohëse për mbështetjen e tyre. Programi pritet të sjellë një energji të re në ekran, me emocione të pastërta dhe spontanitetin e fëmijëve që gjithmonë mbeten yjet më të sinqert. Ndërkohë, projekti i saj Mirëmbrëma Yje, i cili publikohet në YouTube, vijon të jetë shumë i shikuar nga publiku shqiptar për shkak të ftuarve dhe deklaratave që ata japin.